Allahu i madhruar në Kur'anin famadh urdhëron për dhikr, por në mes tjerash urdhëron që dhikri të aplikohet shumë. Thot Allahu i madhruar: Ja ejuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që keni besu, bëni dhikr Allahun, kujtojeni, përmendeni Allahun, por jo do si do, gjithsesi, po thot udhkurullaha dhikran kathira. Përmendeni Allahun me një përmendje të shumt, me një përmendje të shpesht, me një përmendje e cila e mbush gjithë kohën tuaj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmendte Allahun në të gjitha gjendjet e tij. Ka qenë duke ecë, ose ka qenë ulur, ose ka qenë shtrit, ka qenë publik, ose ka qenë vetëm. Do thonë edhe në shoqni, sahabët ju e dini, ja kanë numëruar në një mezhlis 70 deri në 100 istighfare. Istighfare është dhikr. Edhe pikrisht kështu jetësohet kjo thirrje e Allahut fuqiplot: Ja ejuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. O ju që keni besu, përmendeni Allahun me një dhikr të shumt, të shpesht, edhe madhrojeni atë mëngjes edhe mbrëmje.